Kuvendi rregullt zgjedhor në Federatën e Futbollit të Maqedonisë me 65 vota të kuvendarëve të pranishëm zgjodhi kryetarin dhe këshillin drejtues prej 14 anëtarëve me mandate 4 vjeçare, ndërsa edhe 4 anëtarë të tjerë të këshillit drejtues u inkorporuan me propozim të kryetarit Omer Agić. Kuvendi votoi edhe të gjitha organet dhe komisionet, krejt këto u votuan me 65 vota, pa asnjë vot kundër. Çka të thuhet për përfaqësimin e kuadrove shqiptare? Kuvendi votoi 3 anëtarët e këshillit drejtues në vend të 4 anëtarëve sipas marrëveshjes nga Kuvendi i 14 dhjetorit 2002, kur në krye të FFM-s erdhi Haralampie Haxhiristevski dhe ky parim është zbatuar pa asnjë vërejtje dhe kështu deri më 15 mars 2025, kur kjo marrëveshje nuk u përfill dhe përfaqësuesi i LFK Tetovës nuk mori votat e duhura. Çka të thuhet për implementimin e gjuhës shqipe, kur në këtë kuvend nuk u dëgjua asnjë fjalë, edhe pse nga viti 2012 në statusin e FFM-s, krahas gjuhës maqedone dhe shkrimit çirilik, ishin Pajazit Sheapi nga Gostivari dhe Salim Abdyli nga Kumanova, ndërsa si antar i jashtëm në komision ishte pikërisht kryetari aktual Masar Omer Agić, si përfaqësues të FIFA-s dhe UEFA-s. Por fatkeqësisht gjuha shqipe nga viti i ri 2025 nuk përfillet edhe te faqja zyrtare e FFM. Pra në nenin 15 të statutit thuhet gjuha zyrtare e FFM-s është gjuha maqedone. Gjuha shqipe si gjuhë zyrtare zbatohet në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë. Gjuhët e tjera zbatohen në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë. Në pyetjen drejtuar kryeministrit të Maqedonisë Kristian Mickoski, pse nuk zbatohet dygjuesia në asnjë federatë sportive, ai u përgjigj: Treba njih da ги прашате. Тоа сакам да кажам, но законот за употреба на јазиците треба да се почитува. Dua të them që do të duhet t'i pyesni ata, por ligji për gjuhët duhet të respektohet. Dilema mbetet se pse nuk janë përfill këto parime. A thua vallë përfaqësuesit shqiptar nga lidhjet futbollistike komunale, bisedat me mandatarin i kanë zhvilluar, çdo njeri individualisht pa një koordinim paraprak të përbashkët dhe më e keqja të jetë nuk kishte asnjë reagim në kuvend për këto lëshime serioze. E mos flasim se përfaqësimi adekuat nëpër komisione është simbolik.